Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në Nerv. Mysafirja jam sonte do të jetë historianja dhe etnologja nga Tirana, Armanda Kodra Hysa, e cila ka studiuar për historinë në Universitetin e Tiranës ku edhe ka magjistru, e më pas edhe ka doktoru duke qenë hulumtuese në Akademinë e Shkencave. Vitin 2014 ajo ka ndjek një fellowship në Nash në Londër dhe është marrë me nimëri temash për cilat edhe do të flasim në emisionin e sotëm. Do të flasim për trashëgiminë osmane, për pazaret e vjetra dhe zanatet, për Qarqinë e Shkupit, për pazaret e Tiranës, Elbasanit e të Shkodrës, pastaj për martesat e përzime shqiptaro-serbe gjatë dekadës të kalume, temë kjo që ka qenë gjatë fellowshipit të saj në Londër, për konformimin e shqiptarëve në Maqedoni, për zhvillimin e shkencave humane gjatë periudhës së komunizmit në Shqipëri 1945-1991, pastaj për institutin për krimet e komunizmit, pra për krimet e komunizmit, hulumtimet që janë zhvilluar në këtë institut, ku Armanda ka punuar për disa vite, pastaj për 2 projektet ku ajo ka qenë team leader, sikur që është kërcimi i Tropojës dhe Lahuta, futja atyre në UNESCO, po edhe për punën që është e bë aktualisht. Armanda, mirë mbrëma, mirë se erdhe dhe faleminderit që gjete kohë me qenë pjesë e emisionit Nerv. Mirë mbrëma, shkëndzena dhe shumë faleminderit për ftesën. Okej, çu thash edhe në hyrje, po e nisim bisedën me trashëgiminë osmane, me pazaret, me zanatet, me Qarqinë e Shkupit ndoshta, me qenë se kjo është një prej punimeve kryesore tua, apo jo? Sa i takon kësaj. Ato nuk ndahen dot me thik, sepse kërkimi im ka qenë në të dyja rrafshet, si në rrafshin historik kohor, pra, ashtu edhe në rrafshin bashkohor, që në rrafshin bashkohor kam zgjedhur për vend për studimin Qarqinë e Shkupit. Pra fillimisht kërkimi ka qenë historik, trashëgimia osmane, çka e përbën, nga vjen Ballkani vetvete, është kjo pyetja që ka shtru Maria Todorova në librin e saj të famshëm Ballkani Imagjinar. Dhe si ajo dhe si shumë studime tjera historike, ajo çka definon vetvete Ballkanin, pra është historia, qoftë perandoria bizantine, ortodoksia e pastaj kalimi i krejt Ballkanit në perandorinë osmane, dhe normal që Ballkani post Bizantin dhe post Osman, është pra janë bëhet fjalë për 1500 vjet historia, e ka këtë historitë përbashkët dhe për me kuptu tamam Ballkanin e sotëm, duhet patjetër me u kuptu edhe trashëgimia osmane. Trashëgimia shpirtërore, materiale, jo materiale, gjitha është e shumë skajshme, si dhe përpjekjet modernizuese që kanë qenë përpjekjet për t'u arratisë nga ky lloj Ballkani, pra nga kjo lloj trashëgimia. Për mua ka qenë shumë e rëndësishme etnografia zakonisht ka studiu fshatrat, për mua ka qenë shumë e rëndësishme me u kuptu qyteti. Fshatrat kanë qenë të rëndësishme për mu gjetë gjurmët sa më pak të ndikuara nga kulturat e tjera botërore e tjera me radhë, kanë qenë pak romantike etnografia në kuptimin e kërkimit të rrënjve të origjinales, së ditë burimores, popullores, të pa kontaminuar, po theme, pa prekur nga, i lëviz shumë duart unë, të pa prekur nga kulturat e mëdha perandorake, po unë nuk mendoj se ka mundësi të ngelesh i paprekur, po të kesh qenë të paktën, domethënë, qofse marrim që nga perandoria romake, rënja e Gentit edhe e Teutës, të Ilirëve, nuk është gjithë Ballkani ka qenë gjithmonë pjesë perandorisë, kështu që edhe fshatrat më thella gjithsesi në vetvete. Po pse studiu më shumë fshatra? Pse studiu më shumë? Janë se është menduar se janë origjinale, di më të paprekur nga otomanizmi, nga bizantinizmi e këto. Për mua kjo ka qenë gjithmonë me pikpyetje, unë s'mendoj se ka vende të botës përveç Amazonës, disa zonave që akoma ka dihet që ka indigjen, po që nuk janë kontakt me pjesën tjetër të botës, unë nuk besoj se ka pjesë të botës që janë pa komunikime kulturore me njëri tjetrin, kështu që nuk i kam besuar vetë kësaj punës së burimores dhe autenticitetit të pastër etnik. Kështu që e kam pa qytetin si kjo pika prej nga komunikon lokalja me translokalen, ndërrajonalen, edhe në kontekst osman ndër popull, nga popull brenda perandorisë osmane. Pastaj të pas parasysh që Shqipëria është në buzët Atlantikut, kuptohet dhe kontaktet me perëndimin
me Mesdheun, pra pjesën tjetër të Mesdheut i ka pasur më të shpeshta se sa zona që janë më brenda Ballkanit. Kështu që qendra e qytetit kush ka qenë? Qendra e qytetit, pra sfera publike e qytetit Osman, ka qenë pazaret, pra aty ku prodhohej, aty ku tregtohej, aty ku vinte gjithë shatri një ditë caktuar të javës, gjithë shatrat e krahinës për me bë tregtim, për me blej gjëra që bliheshin në pazar dhe për me shit mallrat e tyre, jo vetëm nga një pazar lokal, po edhe nga pazaret e tjera të zonës rreth, dhe pastaj kanë qenë qytete si Shkodra, Elbasani, Manastiri, Korça, Ohri, Prizreni, të cilat, edhe Sarajeva, të cilat kanë qenë në një rreth tregtar të përbashkët në kuptimin që tregtarët e mëdhenj nga një qytet, nga një nga këto qytete, patjetër kishin dyqanet dhe myshtëritë e veta në për këto pazaret e tjera, Shkodra, në Prizrenin Shkodër, Shkupin, Prizrenin Shkup, Shkupin Shkodër, Shkodra në Elbasanin Berati, Manastir, është dhe një këngë maqedonase që e dëshmon këtë lloj, kur flet për Bilianën e cila lan gjërat në liçen edhe që shef karvanet e Beogradit, po ke parasysh që Beogradi ka thënë Beratit, Belegradi ka thënë Beratit. Pra, nuk vinin nga Beogradi që dim sot, po nga Belegradi, pra karvanet që kalonin nga Berati përmes Ohrit, vazhdonin Selanik dhe shkonin në Stamboll. Është një botë e tëra e mrekullueshme, shekulli, sidomos shekulli 19, fundi shekullit 19, kur kjo tregti ndër rajonale midis brenda territoreve Osmani që kalon edhe nga pazaret shqiptare, po dhe përtej, ku shkojnë në Venedik edhe në Vjenë edhe në Budapest, është fascinuese. Edhe unë e thash, nëse dum të kuptojmë diçka reale nga ky Ballkan, domethënë pazaret janë një farë qendre shumë e rëndësishme e atij Ballkani që nuk është më, por që ka lënë gjurmët deri sot. Edhe nuk është sipas studimit tënd për këto çarshite, për këto pazaret, për këto del që këto nuk duhet mi pa veç si treg ekonomik, po duhet mi pa si hapësira ku ndërthuret ekonomia, kujtesa historike, marrëdhëniet ndëretnike, ndërtimi i identitetit e kështu me radhë. Po të shohim Tiranën apo Elbasanin, nuk ka shumë multikulturalitet etnik, po të themi, sepse janë në qendër të Shqipërisë, po në fakt edhe ka, sepse është pak a lutë Shkupi, po flas për këto qytete që janë dhe të vogla dhe mendohet se janë monoetnike. Po në fakt ka, sepse është minoriteti vleh, që është shumë i rëndësishëm, dhe që ka dyqanet në Durrës, në Tiranë, madje në Tiranë komuniteti vleh i dha një dorë shumë të mirë, shumë të fuqishme pazarit të Tiranës në fillim të shekullit 19, kur dhe erdhën sepse themeluan 5 esnafe shumë të rëndësishme, pra esnafe korporata zejtaro-tregtare, po themi, që ishin ajo e punimit metalit, pra bakër edhe argjend edhe ar, çka tregon se më përpara Tirana këto i merrte nga tregjet e tjera, nuk i prodhonte vetë, mejhanet, pra pijetoret, sepse popullsia muslimane nuk pinte, por popullsia ortodokse pinte, prandaj hapen mejhanet e para. Nuk pinte alkohol, edhe 2-3 të tjera që për momentin nuk më vinë mend, po që janë domethënë 5 shumë të rëndësishme, i japin dhe e dyfishojnë punën pazarin e Tiranës. Dhe ato janë vleh. Pra dhe në pazare si Tirana, Elbasani dhe Durrësi, ti do të gjosh shqip, do të gjosh osmanisht, sepse periudha ishte osmane dhe patjetër që kishte pjesë popullsisë që përdorte elementet osmanishtes në komunikim, edhe ishte gjuha zyrtare, të paktën me rojet, me masat e kandarit e tjera me radhë ishte osmanishtja, dhe kishte edhe vlahisht që përzi me greqishtën. Pra, edhe në këto kaq multietnike, pra kaq multikulturore, kanë qenë pazaret, saqë edhe në këto qendra urbane të cilat, pastaj mos flasim për Shkodrën, ku Shkodra ka qenë qendra tregtare dhe gjithë Malitësi, jo vetëm në Shqipërisë Veriut.
Apo Shkupi pastaj, që Shkupi është sot e kësaj dite shumë multikulturor, shumë multietnik. Shkupi, Prizreni, pastaj qarshi tjera në për qytete tjera, këto kanë qenë ndryshe prej Shkodrës, prej Elbasanit, prej Tiranës, sepse ka pas edhe çush me thonë, dallime etnike aty, apo jo, ka pas jenë fol gjuhë ndryshme, ka pas kulturat ndryshme, fetë ndryshme, kështu me radhë, apo? Po, në Shkodër kanë qenë gjuhët. Në Shkodër kanë qenë gjuhët. Po, cilat janë dallimet mes këtyne, dallimet, ngjajshmëritë, karakteristikat e këtyne? Janë më të domethënë janë më të shumta, sepse llojet e pazareve, mënyra si bëhet tregtia, arkitektura e pazareve, mënyra se si prodhoi, ishte shumë ngjashme, jo vetëm në ndër shqiptare, po zonat përreth, po pothuajse në gjithë Ballkanin dhe perandorin osmane. Pra ngjashmëritë në kulturën e pazarit janë absolutisht të njëjta. Për multikulturalitetin ekziston një studim shumë interesant i etnologut Kadri Halimi nga Kosova, studimi viteve 50 mbi gjuhët e fshehta të pazareve. Kadri është prej etnologëve pionjer në Kosovë, më duket prej etnologëve të parë. Dhe këtë Tajni Jezëci ka votuar edhe në Shqip, po fillimisht është votuar në serbisht, se ka qenë në bashkëpunim me një etnograf serb, profesor të vetin që tani s'm vjen në mend, Filipovicin, duket profesor Filipovicin. Edhe këto gjuhë e fshehta çfarë janë? Janë që kur një pazar domethënë përbërja etnike e një pazari ishte kryesisht slave, por jo vetëm, se tash qytetet kanë qenë gjithmonë të përziera dhe kanë pasur multietnicitet, sidomos zonat e pazarit. Gjuhët pazarlit fusnin shumë fjalë shqipe në komunikimin e tyre, për të mos e kuptuar pjesa tjetër e popullsisë që ishte kryesisht slavisht folës. Dhe përmes kësaj forme, në gjuhën serbe janë futur mbi 2000 fjalë shqipe në përdorim. Njëkohësisht, pjesa që ishte predominante që fliste shqip, fuste fjalë slave, osmane, apo që nuk i kuptonte pjesa tjetër e popullsisë, kur këta komunikonin me njëri tjetrin dhe s'donin që t'i merrte vesh njëri, se pazari zonë shumë e populluar dhe shumë e ngjeshur, biseda kuptoi. Pra kur donin të kuptonin vetëm njëri tjetrin. Në Shqipëri, domethënë një studim veçantë për gjuhët e fshehta të pazareve nuk ka, dhe unë si etnografe isha tepër vonë, dhe domethënë vitet 2000, pjesa kush i ka përdorur këto gjuhë e fshehta, ata kanë qenë pleq kur i ka studiu profesor Halimi në vitet 50, imagjino unë 2000, pra nuk kisha ku t'i gjeja, por profesoresha, etnografja Afrodita Unuzi ka tregu që ajo ka arrit njerëzit e fundit që i dinin gjuhët e fshehta të pazareve në Shqipëri, po që duke mos e pas fokus në vetvete, në fakt duhet ishin marrë më shumë edhe gjuhëtarët, se një etnograf nuk i bën dot gjitha kur nuk e ka fokus studimit diçka. Nuk është regjistruar, di? Pra, gjuhët e fshehta ka dhe studime për gjuhët e fshehta edhe në Bullgari. Pra, është një dukuri që çfarë tregon vetvete? Tregon se pazaret janë një komunikim të jashtëzakonshëm. E para kanë multi gjuhë, pra multilingvistik brenda pazarit, dhe e dyta se nga i morën gjuhët kur në mënyrë predominante një pazar slav apo shqiptar, tregon që edhe pazar me pazar, pra tregtar me tregtar, shumë marrëdhënie me njëri tjetrin. Prandaj kam dalë në atë konkluzionin e pazareve si pika në rrjetin shumë të madh komunikimit, jo vetëm komunikimit ekonomik, po në komunikimin shumë të gjerë kulturor. Sa janë studiu pazaret edhe qarshit në hapësirat e banume me shqiptarë në Ballkan? Edhe çka ka mbet pa u studiu? Apo në fakt sa prej këtyre qarshive ekzistojnë sot? Për shembull qarshia e Prizrenit, e Prishtinës, këto veç pothuajse nuk ekzistojnë. E Pejës ekziston, e Shkupit ekziston. E Pejës është diçka, e Gjakovës është mirë. Është pastaj kalojmë Shkupit, e Ohrit, e Strugës, edhe Manastirit. Pastaj kalojmë Shqipëri, është çarshia apo pazari i Korçës, i Gjirokastrës, edhe i Krujës, që është bërë goxha i muzet
në sensin kuptimin e asaj që është shumë për turistët më shumë. E Sarajevës, pastaj Mostarit në Bosnje, unë këto kam hastur për vete. Sa janë studiu këto? Çka ka mbet pa u studiu? Ka hapësinë hala për me u studiu? Ka hapësirë shumë të madhe. Thash etnografët e Kosovës kanë bërë një punë të jashtëzakonshme sa i takon jo vetëm botimeve për zejtari të ndryshme, profesor Kadri Alimi dhe të tjerë, por edhe nga ana arkivore, kanë arkivu shumë, pra vërtet mund mos e jetë një publikim, por shkon në arkivin e Institutit Albanologjik dhe kemi mjaftueshëm materiale dhe dokumenta për ta bërë një lloj historiko-shoqëror, historiko-ekonomik si hulumtim. Shumë i hulumtum nuk është. Në Shqipëri, profesoresha Unuzi është marrë me disa lloje zejtarish dhe unë me pazaret, nuk di tjetër, mbrapa meje kush është marrë me to. Nuk di, në Serbi ka pasur një etnografe që ka dalë në pension herët dhe asaj shumë pak i kam gjetur. Material më shumicën e kanë nga etnografët e fillim të shekullit 20 që e kanë të arkivuar në për arkiva dhe duke qenë arkivat prapë kushdo nga ana historike mund shkoj të studioj, por vetëm se një gjë ka studimi i pazareve që ngjelet kështu dhe unë prandaj asnjëherë nuk i kam konkluduar si duhet. Duhet të dish osmanisht për ta bërë një studim të saktë. Sepse nga ana e kujtimeve vërtet janë çfarë kanë mbledhur etnografët në për arkiva, qoftë në arkivin e Institutit Antropologjisë Kulturore në Tiranë dhe qoftë arkivat e tjera etnografike në për Ballkan, por ato ngelen intervista që janë bërë zejtarëve më të vjetër, diku nga vitet 50, ta zejtarë mund të kenë qenë 80 vjeç, pra të na tregojnë diçka për fundin e shekullit 19, por ngelen nuk janë intervistat strukturuara, duhet shumë punë që t'i vësh bashkë që të mos duket fiction, që të mos duket shpikje, a më kupton. Pra, do të kishin një nevojë shumë të madhe edhe dokumentacioni arkivor dhe po të ndërthureshin të dyja këto historitë gojore me dokumentacionin arkivor i cili është deri të paktën mesin e viteve, gati fillim të viteve 30 në Shqipëri është osmanisht, paktën deri 26 në Shqipëri gjithë dokumentat i kenë osmanisht, ose të paktën, domethënë, si ta them, është çik vështirë, nuk do në pa u ditë paktën osmanishtja e fundit perandorisë osmane, se dhe osmanishtja ka periudat e veta historike, nuk del një punim si duhet. Po t'jetë dikush që ka osmanishten, që ka shqipen edhe serbo-kroatishten me gjithë këto punimet etnografike që janë bërë fillim të shekullit 20 e andej këtej, dhe kujtimet, si për shembull kujtimet dhe udhëpërshkrimet e Branislav Nushić, për shembull, janë fantastike. Po unë si përdorja do të se ishin për Shkodrën apo për Elbasanin, kupton, po që ishin për pjesë të tjera që ai ka përshkruar Maqedoni, Kosovë edhe Serbi. Pra, ai që do mund t'i bënte këto, dhe unë kam pasur vetëm 2 element, pra shqipen dhe serbo-kroatishten, por jo osmanishten, ai do bënte studimet më të sakta për pazar. A ka ndonjë departament ose ndonjë kështu të institutet e historisë, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, që merret me këtë trashëgiminë e periudhës osmane apo jo? Ka, po janë shumë pak, janë në Tiranë. Në Kosovë duhet jenë profesorët e orientalistikës, që janë në Universitet Prishtinës. Kurse në Institutin e Historisë në Tiranë janë paktën sa di unë 2 ose 3 osmanolog, por çfarë do bëjnë ato më përpara? Periudha osmane është 500 vjeçare. Këta janë të një periudhe të caktuar osmane, se nuk të dish osmanishten e 500 vjetëve. Çdo shekull ka osmanishten e saj, kupton? Dhe pastaj brenda shekullit a do merresh me krijimet letrare apo me, domethënë, e gjithë historia jonë ndodhet në për arkiva, por ne na mungojnë bizantinologët edhe osmanistët. Jeq kapelen atyre që janë, por nuk ka investim, duhet ishte një institut në vete që të merrej vetëm me këto. Sepse është shumë punë për të nxjerr pak gjë, është sikur nxjerr arin në lumë, di? Dhe është gjunaf që të mos nxjerrat në anën tjetër. Sepse i thashë gjithë historia jonë është në për ato arkiv.
Besoj që kemi me folë edhe për shumë çështje që lidhen me këtë trashëgiminë osmane, me pazaret, me zanatët, me çarshit, po meqense kemi veç një orë dispozicion, kisha dashur me kalu te tema tjetër, me cilën një marrë sa ke qenë në Londër, në fellowship në Nash, e që ka të bëj me martesat e përzime shqiptaro-sërbe që ka ndodhur kryesisht gjatë dekadës të kalume. A mundesh më na kallëzu pak më shumë rreth këtij studimi që është pagi interesant, sidomos për shqiptarët në Kosovë? Po, unë këtë e përdora fellowshipin e Londrës 2 vjeçar 2012-2014 për ta bërë një studim të tillë. Po në fakt shenjat i kisha që më përpara, se si arrita që bëra një project proposal. I kisha shenjat që më përpara nga mediat sociale, nga gazetat, nga emisionet, nga dokumentarët. Kisha parë disa dokumentarë interesant për zonën e Sanxhakut kryesisht dhe këto martesa mikse, dhe një miku im po ashtu antropolog që ka bërë lahutën, Rigel Talili ka bërë studimin për të kënduarit me lahut nga rapsodët bilingual, pra në zonën e Sanxhakut, që e këndojnë në të dyja, bosnjakisht edhe në shqip. Ai kishte hasur martesa të tilla, sa kanë qenë duke nisë në kohë 2006-2007, dhe pastaj duke qenë në mediat sociale, kryesisht në Facebook, edhe duke folur serbokroatisht, e kisha përjetuar vetë, si me thënë, në komunikim direkt me njerëz të cilët ishin të interesuar për të gjetur nuse nga Shqipëria. Kupton, edhe kisha folur me ata njerëz. Kur kanë fillu këto martesat? 2006. Në Shqipëri Serbin 2006, në Shqipëri Maqedoni me Maqedonas më herët. Okej. Edhe kanë zgjatë deri gjatë krejt dekadës të kaluar. Po vazhdojnë. Edhe zgjasin edhe sot e kësaj dite. Po vazhdojnë, po si. A dihet sa jo me atë intensitet si ato 15 vitet e para, po vazhdojnë. Nuk ka arsye të mos vazhdojnë. A dihet sa martesa të përzime mes shqiptarëve dhe serbëve ka? Unë vetë nuk e pata të mundur që të kaloj, sepse kohët e kaluara në Serbi, duke biseduar me njerëzit e tjera, aq më mjaftua, po plus e kisha një merak tjetër, duke qenë shqiptare, të shkoja në përzyrat e qendrës civile, regjistrave civil, pyesja thash, mos si futem kot nga tresave, kupton. Kështu që nuk e shmanga atë si problem. Doja sa më pak probleme që mund të lidhesh me çështje politike, e di, me çështje e ditë si shkon mendja direkt Ballkanasve, po kjo spiuna, çfarë është diçka e tillë. Kështu që nuk ju futa, po një temën time, pastaj e ka vazhduar një vajzë nga Universiteti i Nishit. Ajo duke pas lexuar artikullin tim dhe pastaj duke parë dokumentarët e tjerë, por duke qenë gazetare, jo etnologe, antropologe, ishte futur më shumë kësaj çështjes numerike, gjendjes civile, e tjera më radh. Diku ajo kishte hasur 2000-3000 martesa, diçka e tillë. Po nuk e mbaj mend mirë, duhet t'i rikthehem asaj që ta shoh. Edhe janë të përhapura në gjithë Serbinë, po ashtu ndër serbët e Bosnjës, në Republika Srpska, edhe në enklavat serbe në Kosovë. Po, edhe në enklavat serbe në Kosovë. Kam takuar vetë në Graçanic 3 çifte të tilla. Wow, do me thonë është edhe në enklavat në Kosovë, nuk është vetëm për kufirit Serbi-Kosovë. Që nuk ka të paktën 2-3 nuse shqiptare katolike. Cilat janë motive, cilat janë arsyet? Zakonisht janë burrat serb, gratë shqiptare. Nuk ka apo ka edhe anasjelltas kur burra shqiptar marrin gratë serbe? Po jo në këtë lloj modeli rural. Janë urban më shumë ato që janë njohur në studime jashtë apo që kanë punuar në firma ndërkombëtare, e di që mund ta kenë qendrën në Tiranë apo në Beograd, në banka, në ku diun çfarë. Ka martesa mikse edhe që janë çuna shqiptar që janë martuar me serbe, po. Edhe goca shqiptare që janë martuar me serb, po janë tjetër natyrë, domethënë ngelet martesë mikse, po është tjetër kontekst, nuk është më shumë ndërkombëtare, din kuadrin e kësaj transnacionalitetit organizatave, të rinj që flasin anglisht, që njihen me njëri tjetrin, që dashurojnë.
kurse nuk është ky pattern pra I martesave rurale që kam studiuar unë. Kurse këto kryesisht janë për zona rurale, apo jo? Janë, në qytete, po vazhdon arsyet I mbeten ato të dy realiteteve patriarkale të ndryshme, po që mbeten realitete patriarkale, po jo vetëm patriarkale dhe praktike tjetës, pra dëshira për jetën dhe familjen për me vazhdu dhe për me ecë përpara. Nuk është se është zgjedhja e parë në jetë për një serb 45 vjeçar që të marrë gruan nga Shqipëria, thjesht jeta I ka ardhur ashtu e ka humbur shpresat se ai do martohet në një herë. Po ashtu për vajzat shqiptare që pranojnë në ofertën për të martuar në Serbi, nuk është se kjo ka qenë dëshira e tyre e para, po ashtu ka ardhur jeta, zonat rurale, çështja e moshës, fjalët tash e themet, ku diun, probleme familjare që I kanë bërë që të mos jenë të martuara në Shqipëri. Dhe tani është çështja, a më mirë të ngelemi gjithkohës për martuar, apo serbi thot ta marr një grua shqiptare edhe shqiptare thot ok, të shkojë e martuar në Serbi. Për dikë që është, domethënë, me mentalitetin dhe këtu s'kam asnjë lloj konotacioni negativ, po patriarkal në kuptimin e vazhdimësisë dhe rëndësisë të vazhdimësisë së jetës, familjes, pasjes së pasardhësve, kjo është zgjidhje. Do me thonë, arsyet kryesore pse ndodhin këto martesat përzime është mosha e shtymë, si e burrave serb, si e grave shqiptare në Shqipëri. Jo, grave nuk është se është shumë e shtyrë, po varet nga vendi ku jetojnë dhe si e konceptojnë. Stigmatizimi social. Po vjen mes Tiranës edhe janë 27 vjeç pa u martu, quhet e re. Po jo, për shembull në, ku diun, Torovica apo në vende tjera, më kupton? Përveç moshës së shtyme, arsye tjetër mundet me qenë stigmatizimi që I bëhet prej rrethit, arsye tjetër mundet me qenë edhe dëshira për me kriju familje, për me pas fëmijë, për me... Kjo është kryesorja, pra në moment, kjo dëshirë është gjithmonë kryesore. Më thënë, nuk gjen në I vajzë apo në ideal nga fshati, qoftë shqiptar, serb, maqedon, bullgare, po tjerë, dhe nga pjesë nga të qytet që mendojnë veten se nuk do martohen në një herë. Martesa për shqiptarët, për serbët, ngelet një gjë shumë e rëndësishme. Një nga qëllimet kryesore në jetë. Imagjino kur është pas edhe në zonat rurale, por kur kjo nuk ndodh për dikë nga, ku diun, Tirana apo nga një qytet I madh, ok, nuk ndodhi dhe jeta vazhdon, e di? Po kjo nuk përjetohet kështu në zonat e tjera. Cilat janë gjetjet kryesore të këtij hulumtimi, studimi për martesat e përzime shqiptare-serbe? Gjetje ka disa tjera ngelen gjithmonë në pikpyetje, se fund fare një antropolog ka thënë, më duket se ne etnologët dhe antropologët më shumë shtorim pyetje se sa që I përgjigje, dhe kjo është për shkak se jeta gjithmonë vazhdon, pra nuk ka gjëra përfundimtare dhe vendimtare, nuk është shkencë natyrore që 2+2 bëjnë 4, Por, ajo që unë vura re është që diskursi mediatik me realitetin në terren dallojnë, sepse diskursi mediatik mbështetet shumë në stereotipet pozitive të të dyja palëve, pra qoftë serbëve rural, qoftë shqiptarëve rural për njëri tjetrin, sikur ky është realitet, po në fakt ato stereotipe pozitive të gruas shqiptare, cila është pa fjalë, bindet, e respekton më shumë familjen e burrit, e tjera me radhë, këto janë stereotipe pozitive patriarkale, po ngelen stereotipe se edhe serbja rurale kështu është. Nuk është vetëm shqiptarja rurale kështu, pra nga fshati. Këto kanë shërbyer më shumë si marketing, jo marketing I qëllimshëm, por një lloj marketingu që e bëjnë vetë njerëzit me njëri tjetrin për t'i vazhduar këtë lloj martese. Po ashtu bie poshtë stereotipi se shqiptarët martohen për shkak të disbalancës ekonomike. Edhe kjo, nga ana tjetër, për t'i joshur gocat shqiptarët martohen andej, është kryesisht diskursi I atyre që bëjnë matchmaking, që bëjnë shkusin, po them. Por realiteti në terren është që se zonat shqiptare jetojnë shumë me emigracion, kupton, shtëpi
në fshatrat shqiptar janë super, janë të ndërtuara me shumë kate, me modelet më të fundit, makinat janë më të fundit, pra jetesa në zonat rurale shqiptare është shumë e mirë. Dhe krahasuar me zonat e Sanxhakut është akoma shumë herë më e mirë, Pra ka një shgënjim të gocave shqiptare, fillimisht kur shkojnë atje dhe shohin se kanë jetuar më mirë në Shqipëri. Pra ky stereotip bie. Në fakt, situata ekonomike mos është e barabartë, shpesh mund të rëndoj nga ana e situatës ekonomike të familjes së vajzës, që është më mirë. Ka bari... tjera, Milla. Po, kisha pas qef me ditë edhe tjerat, po tash po m'bin mend dy pyetje që po kam qef me një përgjigje. Pëse do zjatemi shumë, prandaj bëjni ato dy pyetjet edhe. Barierat gjusore, si te I kalojnë barierat gjusore, kjo po m'intereson shumë, edhe konfliktet nacionale ose kombëtare, nëse më I me thonë mes, që të dyja po m'interesojnë. Po, dhe të janë dy nga gjetjet kryesore që do I thoja dhe po mos t'i kishe bërë pyetje. Barierat gjusore kalojnë shumë lehtë. Është pak e rëndë për vajzën, fillimisht kur martohet dhe shkon, sepse nuk di serbisht. Po mësojnë burrat shqip apo mësojnë vetëm gratë shqiptare serbisht? Mësojnë edhe burrat shqip. E ata them unë qysh. Këto goca kur shkonin fillimisht në Serbi kuptohet që ishte pak e rëndë, sidomos ato që ishin martesat e para, s'kishte shumë komunitet nusër shqiptare aty, në zonë, në kraj. Mirë po, duke qenë dy zona rurale të ngjashme, në mentalitet, në zakone, në tradita, në mënyrë të pakuptueshme, ajo që përkthehet është vetëm gjuha, dhe jo mënyra e jetesës. Mënyra e jetesës është e ngjashme. Dhe kjo ka bërë që koha minimale e një vajze shqiptare I ka mësuar serbisht ka qenë 3 muaj, ama 3 muaj serbisht rrjedhshëm, dhe koha maksimale është 7 muaj. Nuk ka vajzë që të mos ke mësuar serbishtën për 7 muaj. Wow, shumë interesant. Jo, nuk ka. Këto mos marr vesh. Tani, ka qenë një shoqat, nuk e di çfarë bëhet më me këtë, Stara Rashka, pra Rashka e vjetër, ku kjo shoqata ka qenë shumë e shqetësuar për çështjen e rënies natalitetit edhe zbrazjes të fshatave serbe në Sanxhak. Dhe duke qenë shumë plumtur që këto martesa po vazhdonin jeta, po vazhdonte fshat, po lindnin fëmijët e gjithë me radhë, kjo shoqat përpiqej që t'ia bënte vajzave jetën sa më të lehtë. Për këtë arsye çfarë bëri? Kjo shoqat organizoi shumë disa herë takime ku solli gjithë prindrit edhe vëllezërit e këtyre vajzave nga Shqipëria, e bëri si punë panairi, si ta them unë, edhe po ashtu I mori gjithë zonën Sanxhakut, çiftet niste ku ishte, ku nuk ishte, për 2 ditë, nuk e mbaj mend çfarë fshati u bë ky panairi, njohën njëri tjetrin, hëngrën, pinë, u lidhën, shkëmbyen numrat e telefonit dhe që prej atij momenti shkonin në dasmat e njëri tjetrit, në ditëlindjet e njëri tjetrit, në ktimet e njëri tjetrit dhe gratë shqiptare ishin gratë shqiptare, kurse burrave serb në atë zonë ishin albanski zetov, e di dhëndurët shqiptar. Edhe këta dhëndur pëlqenin shumë muzikën e Shqipërisë Veriut, ku kam shkuar unë I dëgjonin këngët me çifteli të Veriut si gjë shumë të bukur, I adhuronin, dhe duke parë shumë kështu dhe duke dëgjuar gratë e tyre që flasin telefon me orbi njëra tjetrën në Shqip edhe me familjen po ashtu. Duke ardhur kunata që rrin 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, vjerra etj me radhë, dhe duke ardhur ata vetë për vizita në Shkodër, të paktën në nivel të kuptuari, shumica e tyre e dinte, në nivel të foluri pastaj ishte pak më ndryshe. Po më intereson këto mosmarrveshjet që kanë mujt me ekzistu mes këtyre çifteve për arsye politike ose kombëtare. Vetëm në një çifti I kam parë këto gjëra, më saktë në 2 çifte. Nga zonat shumë thella të Sanxhakut, njëri ka qenë në Kushiqin e sipërm që është midis Sjenicës dhe Ivanicës, po që të shkoja aty doje me taksi 2 orë, pavarësisht se në linja ajrore gjysmore ishte fshati I epërm nga fshati I poshtëm, shumë I izoluar,
vetëm me kumbulla, jetë mjerane, shumë e tmerrshme për të jetuar aty. E aty përmendej çështja nacionale. Pra aty ku ishte më shumë super fukarallik, aty kombi ishte shumë i rëndësishëm. Edhe në një çift tjetër po në Kushi që sepse kjo vajza sa herë që zëmroi me shoqin edhe ndjej e zhgënjur nga premtimet e pa përmbushura të martesës, si vila apo makina apo ku diun çfarë. Kjo dilte me soborrit edhe i shante krejt serbët në serbisht edhe i thoshte sa mirë u bën kosovarët, ju vrasnin, ju therrshin, ju bëshin kështu, ju bëshin ashtu. Dhe kjo arriti që u bëjnë që probleme grave, aty e bëni njëra tjetrën telefon, e i luteshin kësaj të lutem, tani ne kemi pranuar, kemi ardhur këtu, e di, nuk ka nevojë pse me i thënë këto gjëra, se ne do vazhdojmë jetën, familjen, fëmijët këtu, po që asaj nuk ja vinin shumë rete ai fshati, edhe kur i thoshte këto, se thoshin hajtë se kjo është tipi Nevrikës, edhe nuk është se ndodhte ndonjë gjë. Interesant. Mujt me diskutu shumë për këto, sikurse edhe për trashëgiminë osmane, për pazaret e qarshi. Kisha dash me dalë të tema tjetër pak, ndoshta të zhvillimi i shkencave humane në Shqipëri gjatë periudhës së komunizmit. Ke studiu këtë periudhë, nacional komunizmin, edhe prej këtu edhe ka rrjedh konflikti yt me nacional komunistët, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Mundesh me na tregu pak më shumë rreth zhvillimit të shkencave humane gjatë komunizmit në Shqipëri 45-91. Edhe për nacional komunizmin në përgjithësi, mandej. Edhe kjo është një nga fushat shumë gjëra. Do thonë ato që na dëgjojnë, po kjo çka ka bërë, po janë 24 vite karriere, nuk i kam bërë gjitha për 4 vjet. Po unë e pa shumë të domosdoshme, dëshira për pse ju futa kësaj gjëje, për shkencën etnografike dhe pastaj e pash se ana teorike blen të për gjithë shkencat humane në Shqipëri, ishte se kur dola fillimisht jashtë Shqipërisë dhe literatura e parë ndërkombëtare e dyta, pash që Shqipëria ishte shumë rënd nga ana e përfaqësimit në për konferencat ndërkombëtare, etnologjike, antropologjike, folkloristike, nuk ishte pothuajse fare në harë. Domethënë hera e fundit ne kemi dalë hera e parë në 2005-ën, por hera e fundit që dikush kishte qenë jashtë nga instituti në një konferencë ndërkombëtare ose organizim ndërkombëtar, kishte qenë viti 89 në Rumani, një herë në 97-ën, vetëm një përfaqësues tjetër në 96-ën në Francë, edhe kaq. Po pse ka ndodhur kjo? Pse ka pak pjesëmarrje? Ka se në kohë komunizmit pikërisht unë prandaj kjo ishte pyetja. Pse është kështu? Pse ne jemi akoma me shekullin e 19 dhe flasim për mbijetoja të zakone prapanike dhe nuk gjej asnjë literaturë etnografike që të vazhdoj të jetë e tillë, më kupton? As në Ballkan, pse jemi, çfarë po ndodh? A është ajo që unë po dëgjoj në për këto konferenca, e njëjta fushë studimore me këtë që po bëjnë në Shqipëri, aq pa lidhje dukeshin. Pra doja gjeja pikat si qyshte. Dhe kështu që vetvetiu do i futesha kësaj pseje. Dhe është në radhë parë pseja është sepse gjatë komunizmit shkenca ka qenë izoluar. Të dile jashtë në kohë të Enderit ishte një privilegj shumë i madh në për konferenca dhe shkoja vetëm me porosi. Ka qenë profesor që sa arriti ta marri titullin profesor, po duke qenë themeluesi i shkencës etnografike në Shqipëri, Rokzojzi unë e kam jo profesor, po kaluar profesorit, nuk e kam ashtu, po nga literatura dhe nga dienia që kam për shkencën etnografike, kam një dashuri për Rokzojzin, a thua se e kam pas babën tim. Edhe Rokzojzi duke pasur njolla në biografi, për shembull, nuk ka dalë kur jashtë shtetit, megjithëse ai ishte themeluesi i kësaj shkence në Shqipëri. E qërem Çabej ka pas problem, duket nuk e kanë lëna, një herë dolja, nuk se mbaj mend mirë, se lan asnjëherë dalë jashtë shtetit, Pra, një shtet i izoluar ka një shkencë të izoluar, që flet vetëm brenda vetes me veten për veten. Atëherë,
ju futa, okay, po pse kemi ngelur ke evolucionizmi unilinear I mesit shekullit 19, a? Pra familja fillimisht ka qenë familja në martesat në grup, martesat kështu e tjera me radhë. Domethënë ato gjëra nuk s'përmendshin më fare. Diçka nga arkeologjia mund të ishte që mund të merrej në perëndim me këto lloj organizimesh familjare, po komplet shkëputur linja unilineare, disa linja tjera të etnografisë dhe teknologjisë që kishin një shekull që vazhdonin dhe këtu nuk ishin kërkundin, domethënë në Shqipëri. Pra çfarë e pengoi këtë? Dhe unë pash këtë e pengoi kjo gjëja, që ne duhet ishim marksist, leninist dhe engelsian. Marksi ka 5 fazat e historisë, pra nga bërësia primitive deri në komunizëm, bërësia primitive, skllavopronaria, kurse Engelsi ka këto fazat e tjera të evolucionit etnografik unilinear, pra matriarkia, patriarkia, shoqëritë deri te shoqëritë bujqësore, dhe çdo fazë historike e Marksit në historinë e popullit shqiptar duhet I përgjigjej një faze të evolucionit shoqëror të Engelsit. Komplet një skem e pamundshme për të realizuar, edhe sikur etnografët edhe arkeologët të bënin fantashkencë, nuk do arrinin dot që t'i kombinonin këto fazat gjitha bashkë. Dhe duke ndjekur porosinë e Stalinit që etnografia duhet jetë nacionale në formë, por socialiste në përmbajtje, përpjekja ishte që përmes dialektizmit historik marksist, historianët dhe etnografët të thoshin po shit se thelbi etnik që nga kohët kur s'mahet mend, fillimet e ilirëve prap ka mbetur I pandryshuar. Pra dialektizmi me metafizikën ti bësh bashkë, është e pamundur, sepse duhet ishte dialektizmi në thelb edhe metafizika anash. Pra, dhe ky lloj kombinimi I nacionale në formë edhe socialiste në përmbajtje, ky është ajo që unë kam qyt nacional komunizëm. Pra, ne pranojmë edhe minoritetin grek, ne nuk jemi nazist, nuk ka lidhje, domethënë njerëzit popujt kanë të drejtat e tyre, sepse popujt me popujt nuk kanë faje, janë shtypsit ata që kanë faje e tjera me radhë, po në realitet, duke qenë se ishim një shtet pothuajse monoetnik, ku minoriteti grek edhe ai pak jugoslav, se romët edhe evgjitët e Ballkanit as qyshin fare minoritet, po vetëm këto të dyja, ishin shumë pak në numër që të lëviznin pra diçka brenda vendit dhe thoshin hajde se ne jemi gjithë miqë vëllezër po përqafohemi dhe pra kështu ishin socialist, po ndërkohë gjithë u shqiptarizuan. Gjatë studimit për zhvillimin e shkencave humane në Shqipëri në kohën e komunizmit 45-91, do me thonë, gjatë këtij studimi e ke kuptu që lëvizja vetëvendosje e bën të njëjtën gjë, është nacional komuniste, sikur që ka qenë regjimi komunist i Enver Hoxhës në Shqipëri. Edhe prej këtu vjedh edhe konflikti dhe çështja jote kritike ndaj vetëvendosjes. Nacional komunizmi, përveç faktit të përbërjes etnike, pra, që nacional komunizmi çfarë përjashton? Përjashton klasat e pasura të shoqërisë nga populli, nga koncepti popullit. Pra ata janë shtypësit dhe shfrytëzuesit. Që vim tek ajo Urbania që nuk studiohej gjatë periudhës, studioi vetëm ruralja, edhe një nga arsyet e tjera ka qenë kjo nacional komuniste, sepse Urbania kishte brillerët, agallarët, që do studioje në Urbane, të ato nuk lejoheshin, ata ishin tradhtarët e përhershëm. Duhet internu, duhet burgoz, duhet shtyp. Duhet burgoz, duhet shtyp e tjera. Përveç kësaj, pra, populli është I cungosur, pra, populli është vetëm klasa punëtore, vuajtur e shtypur, dhe ekonomia duhet jetë gjithmonë nacionale, pra, e centralizuar në një dorë, në një... Dhe kush nuk do partin, nuk do atë dheu. Sepse partia është atë dheu. E tani ktheju gjithë diskursit vetëvendosjes të viteve 2008, 2009, 2010, 2011 për ekonominë,
Do shifni se ky është tradhtar, ai është tradhtar, se ky bën tregtin me jashtë, se ai bën tregtin me jashtë, se ky shet minierat, se ai. Pra ideja se ti je një pikë që duhet mbjetosh, duke qenë pjesë e globalizmit, na ishte tradhti kombëtare. Kjo nuk është shpikje, ky është realiteti botror, nuk ka ekonomi të izoluar më. Pa ajo që më bënte mua përshtypje, sidomos për anën ekonomike, ishte ata ishin njerëz me shkollë që kishin përjetuar komunizmin. E din se një ekonomi e centralizuar dhe e shtetëzuar bie poshtë dhe falimenton aq rënd siç falimentuam ne si Shqipëri, falimentuam pa dinjitet. Dhe emigrantët tonë në 90-ën ikën pa dinjitet, ikën të nëpërkëmbur nga ky vend, nga mizerabiliteti ku na çoi kjo lloj qasje ekonomike. E dyta, partia Adeu partia është shumë dominant ky diskurs, sidomos në vetëvendosje, ka qenë dhe vazhdon të mbetet. E treta, kjo kundër shtresave të pasura, apo kjo fshehja mbas diskursit antikolonialist, që demek siç i bëjmë dispra, siç i bëjmë bojkot produkteve amerikane si Coca-Cola, kjo apo kjo gjëja tjetër për Palestinën, e di, kështu do i bëjmë bojkot mallrave serbe, pa pyetur ndonjëherë se çfarë impakti në jetën e një shqiptari jo të pasur të Kosovës do të kishte ky lloj bojkoti, po të bëhej real, më kupton? Tek çmimet, tek gjitha me radhë. Që unë nuk po them se patjetër duhet të jetë tregtia e Kosovës e varur nga Serbia, duhet shkëputur, por nuk shkëputet me bojkote dhe me prerje. Duhet që këto të krijosh lidhjet e tjera, po aq të rëndësishme, po aq leverdishme për popullin dhe i shkëputa vashavashë. Pra, një operacion që ndodh gradualisht, jo edhe me protesta dhe me atë lloj diskursi gjasme antikolonialist, po që në fakt më shumë kishte të fshehur pra synimet e tjera për të përfituar përmes diskursit nacionalist. E tjera me radhë. Tani, për qenë të sinqert, unë nuk e kam simpatizuar dhe të shkëlqen e di se unë gjithmonë kam qenë një nga debatuesit më të mëdhenj në rrjetet sociale. Unë nuk jam një person publik, kështu që nuk besoj se qëndrimi im ka ndikuar në gjë të madhe. Jo, po ka qenë kritik në mesin e komunitetit akademik dhe të aktivistëve të shoqënisë civile, qëndrimi yt, kështu që me rëndësi kisha qef me diskutu dhe me dëgju shikuesit e emisionit edhe kritikën tonë dhe për vëvend sa i takon nacional komunizmit. Me qenë se kemi edhe pak minuta, kisha dash mi diskutu edhe 2-3 çështje. Njëra prej tyre është krimet e komunizmit, me qenë se për disa vite ke punu në Institutin për krimet e komunizmit, edhe kisha pas qef me ditë cila është puna e këtij instituti, cilat janë projektet në cilat ke qenë përfshime, edhe çka është bë për dokumentimin e krimeve të komunizmit në Shqipëri dhe çka duhet me u bë tutje. Krimet e komunizmit janë një temë shumë e folur, po për të cilën shumë pak hulumtim serioz ka. Instituti është themeluar në një fazë emergjente, ku burgosurit më të vjetër politik ishin duke u plakur apo duke ndruar jetë në vitin 2011, më kupton, pra bëhet fjalë rreth 11 vjet mbas rënies së sistemit. 21 vjet, jo 11 vjet, po. Jo, 20 vjet, nga 90-a në 2010-ën i thon 21 vjet, se unë po i bëja llogaritë vitin 2000. Pra 21 vjet mbas rënies së sistemit, dhe ishte shumë emergjente që të ndidheshin kujtimet, dhe një nga projektet kryesore ka qenë projekti Historisë Gojore, i kryesuar nga poetja dhe atëherë drejtuesja e drejtorisë studimeve Lulieta Llashanaku, e cila mlodhi orë kujtimesh të përndjekur. Pra ishte kryesore faza e dokumentimit kujtime. E di se në fundit arkivat ç'a i kanë, po su hapën për 10 vjet, do hapen mbas 20 vjetash. A më kupton çfarë po them? Kurse kjo e njerëzve, kujtimet e njerëzve ishin shumë emergjente për të mbledhur dhe instituti ka një bazë goxha të mirë. Kujtimesh, jo vetëm në formën e intervistave, por edhe në formën e botimeve. Pra, instituti gjithmonë ka botuar kolanën e librave, ku pjesa kryesore është
shokutëve të përndjekurit tregojnë historinë e tyre përmes librave që shkruajnë. Po ashtu nga ana e vizuale, shumë kampet periudhës komunizmit nuk kanë vjetuar pas 90-s, sepse shpesh kanë qenë barraka, drasash e tjera me radhë, ajo ose janë shkatruar që gjatë komunizmit ose pas komunizmit, sepse akoma s'ishte kriju një vetdije që prit se këto kanë vlerën për të ruajtur, për të mbajtur, për çështjet kujtesës e tjera me radhë, dhe instituti ka botuar një album shumë të rëndësishëm të piktorit Lek Previzi, për shembull, i cili ka qenë fëmijë në kampin e Tepelenës, por duke qenë piktor, gjithë pamjet dhe muzeu 3D që instituti ka arritur të bëj për kampin e Tepelenës, që është kampi më fatkeq i komunizmit në Shqipëri, rrjedh nga zoti Previzi, pra nga puna e Institutit Studimit Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit. Qoftë janë pra muze 3D të Tepelenës edhe të Kënetës së Maliqit, që edhe ajo ka qenë vdekje prurse, ka qenë e tmerrshme. Një gjë që nuk dihet nga shumë njerëz sot në Shqipëri, aq më pak pastaj në Kosovë apo nga diaspora jashtë, është se shumë pothuajse të gjitha veprat që u ndërtuan në Shqipëri, hidrocentrale, tharje kënetash, stadiume, pallate banimi, është bërë me punën kryesisht të përndjekurve politikë, që kanë qenë përndjekurit politik nuk kanë pasur burgje në Shqipëri. Burg ka qenë vetëm burgu Burrelit që vazhdon të jetë burg. Burgosurit politike kanë kalu jetën dënimin e tyre nëpër kampet e punës. Do me thënë, janë intervistu shumë prej të burgosurve politik, prej Institutit për krimet e komunizmit. Nuk ka ndonjë muze, nuk është bërë për shembull ndonjë muze, ndonjë prej këtyre burgjeve ose kampeve të përshëndrimit nuk është shndruar në Instituti i Studimit Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit është ai që ka bërë kërkesën që në 2016-17, zoti Agron Tufa, që ka qenë atëherë drejtor, për ktimin e kampit të Tepelenës, ktimin e Spaçit, kampit të Spaçit edhe të shtëpisë Vilson Vlloshmit në muze kombëtar, po kjo çështje i takon Ministrisë Kulturës. S'po ndodh gjë instituti për te kësaj. Çfarë do të më bëjë sipas jush tutje Instituti për hulumtimin e krimeve të komunizmit? Me intervistu të burgosurit që kanë mbetë gjallë tutje, ata që nuk janë intervistu, me kriju muze. Është projekt që vazhdon. Me kriju muze, me i shëndru në muze disa prej këtyre, me kriju dokumentar, me botu libra. Muze 3D gjithmonë, se muzet e tjera i kanë dorë Ministria e Kulturës, aty s'ka çfarë bën fare. Armanda, unë të falenderoj shumë për intervistën, edhe shpresoj që kemi me pas mundësinë të ardhmen me diskutu prapë bashkë kështu për projektet në cilat kemi qenë e përfshime. Faleminderit e mirupafshim.